Dhe mirë se po takohemi me edicionin më të ri të emisionit tonë. Uroj shumë që e keni pas sot një ditë të mirë, pa trafik, sikur edhe shumë musafirë të cilë vinë momente dhe na ankon sa i përket trafikut. Uroj shumë që e keni kaluar një ditë qetë edhe të mirë, edhe tash është koha që më u relaksuam këtë pasdite me shumë çka që kemi përgatitur sot në kuadër të këtij edicionit momentit. Krejt në fillim që shbojmë zakonisht, e kemi me mysafirin e ditës që na ka ardhur një mysafire shumë e veçantë me cilën do të diskutojmë pak për profesionin e saj dhe shumë çka tjetër. Kënaqësi shumë e madhe që sot me pas këtu regjisoren Elhami Kutllovci. Faleminderit shumë që je sot në moment. Faleminderit për ftesën. Unë pak më herët para se më hyj në emision, tash kem të diskutuar çysh e patë në përgjithësi ditën, sa pa trafik e shumë çka tjetër. Unë ta bona merë frymë, shlirau, ti ma tregove një farë rituali që e keni pas gjatë kohës kër i keni bu këto ushtrimet për shfaqje. Po, ka qenë gjatë... Po më do këtë është mirë na me shpërndoqit informacion për këtë ata që nështë e kam pas një ditë jo të mirë. E vërtet ka qenë gjatë studimeve në Fakultetin e Arteve, ne si regji teatri, klasë regjisë të teatrit, bashim edhe landën e lëvizjes skenike nga profesor mentor Zimberaj, edhe ishim bashkë me aktorët, aktorë dhe më thonë, edhe praktika qenë që çdo fillim të orës të ngriteshim në kam, dhe më thonë edhe të shikonim drejt në një pikë të saktuar dhe të meditonim ekzistoj vetëm unë. Dhe më thonë, këta e përsërisshim për 5 minuta. Më do shumë interesantë në këmni, kështu që marim frymë thellë e hekim qatë energji negative, po ekzistoj vetëm unë, ke hera e parë që kjo është një pikë shumë e rëndësishme për përgatitje para skenës, dhe më thonë për aktorët cilë dalin në skenë, për t'i larguar emocionet tjera që i kanë. Sa mu ja me thonë me qemi qëto të mënyra ndërshta se qysh i marim në përgjithësi scenët, qysh i përjetojmë, sa jemi të qenda i shtyne situatave që shpesh erdin me konkretike, sa mundemi me thonë që ja ki po hajrin këti profesioni, sa ka ndiku ma ndedhen karakter? Fakulteti i Arteve këtë rast edhe regjia në përgjithësi ka ndiku shumë në formimin e karakterit tim, në situata shumë caktume, do më thonë, të jetës private gjatë formimit tim si artiste. Ja kum po ka gja shumë hajrin, thëmë të drejten, edhe në për situata ndryshme, edhe në sfidat ndryshme, ka qenë një praktik shumë e mirë që e kam përdor edhe në vazhdimësi, se nuk ka përfundu vetëm me studimet, do më thonë, nuk është kry gjithë shka vetëm me studimet e fakultetit, po ka përcjell në vazhdimësi edhe gjatë punëve tjera në jetën time. Shumë interesant, tash që po e mendoj mu bjen shumë shpesh me i pas të profesionit të njëjtë sikur edhe jo, disa mysafir tjerë në studia, dhe tash që po e mendoj ndoshta karakterin e tyre në përgjithësi, po më duket e keni marrë sa e përket këtij profesioni, a keni marrë të mirat edhe në përgjithësi janë njerëz të qetë që din shumë mirë me menaxhu këto situata. Fakt, edhe jem qetë edhe jo, po kjo është e mira e profesionit është që të përgatit, do më thonë për sfidat që ty të presin jetë, do më thonë edhe den me u përball me ato në rrugë, se jo gjithmonë t'i kiki me pas rrugën qelë në çdo situatë të jetës, po përgjithësi është mirë. Po, a mundemi me thonë që nashta edhe paraprakisht para këtij profesionit cilin veç e ki ushtru, e ki pas të njëjtin karakter? Ka qenë ndoshta që kjo qëtësi që të kam bizetrua, ndoshta ja more profesionit? Nëse para studimeve mëj me thonë që kam qenë një person pak ma i ndjishëm realisht, tash jem bo ma okej, ma aty, apo kupton, nuk i marrë shumë sanët me nervozizëm, do më thonë, edhe di me kontrolu edhe karakterin teme dhe mënyrën e të reaguarit ndaj situatave të ndryshme. Ekzistoj vetëm unë, Vetëm unë. Dhe askush tjetër. Kur jemi këto, po du pak me undalë tek fillimet, unë të theva kështu gradualisht pas në kohë dhe të pyta se sa ndështa ka ndryshu karakteri sa i përket këtij profesioni ndër vite. Le të nisim që nga fillimi, çka të frymëzoi më merr me këtë profesion në tërësi? Fakte kum përmend edhe disa emisionet të tjera ku kam qenë, kur kam përfunduar shkollën e mesme gjimnazin e gjuhëve e Qrem Qabej këtu në Prishtinë. Edhe ti e ku në Qrem? Po, edhe në Qrem. Kënë e ki pas kujdestar? E kom pas një kujdestare shumë të mirë, Shkëndije Musliaj, profesorish e gjermanistit, po. Kemi kalu jashtëzakonisht shumë mirë, do më thonë me të. Mandej kam qenë mes dy rrugtimeve realisht, kam qenë mes gazetarisë, këtë rast, edhe rreth fakultetit të arteve, arti dramatik si regjisore. Për gazetarisë është që i shkona e faqë dje madhe, është një numër shumë i madhë, në fakti atyne që e zgjedhin si fillim gjimnazin gjusor për me shku aty. E vërtet, nashti është kjo ka ndiku jashtëzakonisht, po.
Po ajo që më ka shty me shku te Fakulteti i Arteve si regjisore ka qenë motra ime këtë rast dhe burri motrës, të dytë janë artista. Burri motrës është aktor, motra ndjekte studimet në dramaturgji në Fakultet të Arteve, edhe ndoshta pash që ma shumë ke një shtytje anojsha anej ka Fakulteti i Arteve, vendosa më regjistru dhe aty përfundova studimet. Po që muna lirisht më mdoku të me thonë që për ty ndoshta s'ka qenë aq e vështirë sa ndoshta ka qenë për motrën tonë me që pas ka qenë e para që ka thy po mdoku këtë akullin që me i bindë. Fakt familje tonë po, motra ka qenë aja që ka thy këtë akullin, po mandej edhone nisa... Për ta shumë ma e litë ku gjithush për shkoj për studioj gazetari, po mdoku gjithukut pak ma okej nëse krahasoj me arti në përgjithësi. Se sot, ndoshta është pak ma e letë, po dikur me i thonë dikuj që po shkoj dhe po studioj art, jam shumë i sigur që ka qenë shumë ma e vështirë me pranu si profesion. Është kriju një farë përcërtimi gjithmonë kushtimisht po e quj tek familje shqiptare që nëse ndjekun Fakultetin e Arteve, termi parë që ka me thonë është s'ka buk aty, apo kupton. Kështu që ka qenë edhe pak edhe për anës familjes teme ky synim mirë, po masi motra e mur atë rrugtim, për mu e kam përjetu shumë a mirë, shumë a pranushëm, kom pas në mbështetje të jashtëzakonshme nga familja ime, më kam përcjell, do më thonë, çdo hap të studimeve, edhe tash gjatë profesionit tim, kështu që mirë deri tani. Po që kryesorja po mdokët është që mas një kohë kur çdo kush mundet me pas pikpyetje sa i përket profesioneve të caktume, seni më i mirë po mdokët është që me kalimin e viteve mandej dëshmote kundërta edhe me punë, edhe me krejt sukseset të cilat i ke mbrit, ndoshta krejt ato pikpyetje janë kthy ndoshta me një kanë vështrim këtë tjetër, e kanë pa ndoshta me sa profesionalizëm edhe dashni e bën këtë punë edhe po shpresoj shumë që i kanë ndru mendimi. Fakt, ata nuk është që kanë pas shumë dyshim të unë, sa kun pas unë të vetja në vitin e parë dhe vitin e dytë gjatë studimeve në Fakultetin e Arteve, për shkak se i kisha disa pikpyetje brenda vetës se a jam në rrugën e duhur, a jam duke bërë gjën e duhur realisht. Mirë po ka viti treti i Fakultetit të Arteve, unë e krijuava një farë stabiliteti brenda vetës sime si karakter dhe e pash që jam në rrugën e drejtë, edhe me thonë të drejtën jam shumë e lumtur që jam për brenda këtij profesioni. E di që në fushën e aktrimit për me u pranu si fillim për me studiu si lami, nuk është fort e lehtë. Jo, e vërtet, në këtë rast, as për regji nuk ka qenë e lehtë, do më thonë, është dashur përgatiste një platformë regjisoriale, ka qenë komisioni, është dashur të lexosh shumë vepra nga antika, nga Shakespeare, do më thonë, dhe t'ju tregosh një lloj koncepti komisionit, mandej të pranohesh, mirë po për ata që duan, nuk mendoj se është i vështirë me arrit qëllimi. Po më intereson shumë që është energjia mandej kur i ki këto takimet me motrën tonë, edhe ndoshta në një formën se tjetrën mundemi pak me thonë që e ndani të njëjtin profesion. Fakt të në kohën flasëm veç për artin, realisht. Flasim përgjithësi për artistat, për punën që po bëhet, në përgjithësi në Kosovë, rajon, pak nga ka ndo vendi, për shkak se për momentin është duke jetuar në Amerikë, është ku për jetuar atje, po me gjitha të tash po janë këto rrjetet sociale që nuk po në ndojnë realisht. Kur vjen gjatë verës, të në kohën pushimet i shfrytëzojmë së bashku, dhe më thonë, ku ka aktivitete kulturore, mundohemi bashkarisht që me i përcjell edhe me e nis aty ku e kina lanë ma herët. Unë e pak ma herët, kur mora vesh që sot kime me qenë moment, hina e buna një qek në rrjetet e tua sociale dhe pash që je shumë aktive me postimin e shfaqeve të cilat të mbohen në teatrin ku dhe je prezente. E di që çuditi në fakt shumë publiku që ka një audiencë shumë e madhe, shumë interesim për me arë dhe me i pa që ato shfaqe. Unë një dete pata këto një kolege tua jenë edhe me cilën e diskutova, thash, ka qenë një ko shumë e gjatë që s'kum shku me pa një shfaqe, mandej keq për me pa, shumë keq, po që ja kum njës po mdokët. Keq për me pa një shfaqe dhe më çuditi te për shumë sa njerës pat, se e di që ka qenë një farë periude ku se cili u ankojshin për teatrin, u ankojshin për audiencën e vogël që e ka, e që në fakt shfaqet e na mundet me pas sa dë, po veç nuk ka interesim të madhe, mandej ka shumë pikpyetje se për kënë po e bën të qatë shfaqe. Tash po mdokët që me kalimin e kohës ka ndru, edhe që kam pëlqejti për shumë është që krejt që ata një shumicë e njerëzve që kishin ardhur me pa shfaqen, kanë mosh edhe gjenerate e ri. Po, fakt, bëhen tash 3 vite, janë bërë që nga momenti që e ku marrë detyrën si drejtoreshe teatrit Abdush Hasani në Podujev,
Edhe të them të drejtën, jam angazhu në maksimum që... Na themi taku para prakishtë që duna me ta bo për hajrë rinovimin e teatrit. Falimderit shumë. Do të flasim edhe për atë pjesë tash do dalim aty. Politike imja si drejtorish ka qenë që të punojmë shfaqje për fëmijë. Ndoshta është kjo që i mungon më shumë të shoqërisë, do më thonë që fëmijët të rritën në një frymë kulturore për brenda qytetit të tyre. Teknikisht ka nis prej qatë. Edhe tash për momentin jemi duke bërë përgatitje në shfaqje së re për fëmijë, ku do ta kemi premierën me 10 dhjetor në teatrin e Podujeves. Mandej ne kemi krijuar një lloj tradite në Podujev që çdo fund vit, çdo muaj dhjetor organizojmë të gjitha shkollat e komunës së Podujeves, shkollat fillore, të cilat vinë dhe shohin shfaqjen për fëmijë. Këto 3 vitet e fundit, realisht, në dhjetor, teatri Podujeves ka qenë i stërmbushur nga fëmijët llapjan. Dhe jam shumë e lumtur këtë rast që ka pasur shumë interesim nga fëmijët që të vinë dhe ta vizitojnë teatrin. Njëkohësisht ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë që ne kemi zhvilluar me drejtorinë e arsimit në komunën e Podujeves, ku mandej kemi diskutuar edhe me drejtorët e shkollave dhe jam jashtëzakonisht e lumtur që e kanë mirë pritur domethënë këtë aktivitet dhe vazhdimisht sa herë që ka shfaqje për fëmijë në Podujev, teatri është i stërmbushur. Po sa ndoshta mungon e njëjta iniciativë edhe në qytete tjera të Kosovës? Të them të drejtën... Se na po flasim sa e rëndësishme është që ata me nisë ndoshta këtë iniciativë dhe këtë aktivitet që prej fëmijë që ndoshta nesër me ditë rëndësinë. Kjo ka qenë politika jonë që mandej fëmijët kur të rritën të di peshën edhe rëndësinë e teatrit në vendin se ku jetojnë, domethënë. Kështu që unë nganjëherë shpesh bëj edhe hajgare me punëtorët atë, kur vinë punëtorët e vegjël në teatr, them kur ne të plakomi këta do t'i kemi publik të skenës së mbrëmjes realisht, sepse kjo është edhe politika të cilën jemi duke zhvilluar. Po me atë që sa i shoh edhe disa prej teatrove të tjera të Kosovës, domethënë zhvillojnë aktivitete të tilla për fëmijë, mirë që bojnë dorën zemër, se menoj që pikësynimi jonë si teatro duhet jetë tek moshat e reja gradualisht dhe që ta edukojmë brezat të ri për të ardhmen. Po më intereson shumë, a ka gjatë kësaj periude një shfaqje cilën ti e din sigurt që ndoshta edhe ju si staf e dini që nëse që a shfaqje ka me u luj gjithçysh publiku ka me qenë full? Fakt, ne tash po dalim të renovimi të teatrit. Ne pauzum gati një vit. Po më duket ka gjani farë matematike e mirë, shu që milion me marë mali. Që të budu me dalë, po. Pauzuam një vit për shkak të renovimit të teatrit, realisht nuk ishim as një shfaqje për brenda teatrit Podujeves. Dhe në shtator në bëm për urimin e teatrit të ri, domethënë, ku u bë një renovim jashtëzakonisht i mirë me mbështetje të komunës së Podujeves. Dhe menjëherë ne fillua me premiera të radhës, ne kishim premierën Tri yje dhe Tri karrige nga regjisori Skënder Podvorica, që u mirëprit jashtëzakonisht shumë nga publiku, dhe ishte shfaqja për fëmijë Eli, të cilën ne kishim premierë në vitin e kaluar dhe ne vendosëm që da kemi një reprizë pas renovimit. Interesimi ishte i jashtëzakonshëm. Unë me thonë, për një vit për afërsisht sa zgjati renovimi të teatrit, nuk ish bërë ajo shkputja e fëmijëve me teatrin, dhe kjo më bani mundje shumë mirë për shkak se ne kemi lanë gjurmë. Do më thonë, teatri Podujeves është duke lanë gjurmë për brenda fëmijëve llapjan. Po pse ndoshta e kam pas derisa na po flasim ndoshta për një përmirësim të gjendjes momentalisht se qysh është aktualisht kjo, edhe njerëz ndoshta shkojnë në teatr më shumë se që kanë shkuar ndoshta viteve paraprake, po pse ndodhi çajo? Pse ndoshta nuk e ditëm rëndësinë e teatrit edhe shfaqjeve fantastike që në vendin tonë munden me i realizu? Se di unë pak edhe kur të bësh me biletat janë shumë të lira për me shku me po një shfaqje. Po, është vërtet, ne kemi një çmim simbolik, domethënë për shfaqjet për fëmijë kemi 1 euro shfaqjet për fëmijë dhe 2 euro është skena mbrëmjes, domethënë është vetëm një lloj simbolike që të respektohet puna e teatrit këtë rast. Por ndoshta kjo shkputja e publikut me teatrin, unë pak ja lë fajin edhe teknologjisë, e cila ka bërë një avancim jashtëzakonisht të madh, domethënë, edhe është paksa që ka ndiku. Por mendoj që teatri do të qëndrojë gjithmonë stoik aty ku është, domethënë edhe asnjë lloj teknologjie, njerëzit do të provojnë gjëra të ndryshme të reja, por përsëri mendoj që duhet kthehen në kulturë
kulturën e vërtet që është teatri. Sepse ndjesia e teatrit është shumë e veçantë, në momentin kur publiku sheh një shfaqje për brenda asaj skene dhe emocionet të cilat i përçojnë aktorët, mendoj që atë ndjesi nuk mundet me jep asnjë teknologji tjetër. Na po flasim për emocionet e publikut, në anë të asaj se çka shohim ndoshta na si audiencë dhe emocionet të cilat i përjetojnë përmes aktrimit të tyre në skenë, po që mundemi me thonë që fshihet pas perdeve të teatrit. Çka po më interesojnë që ato emocionet, që ajo dinamike madhe që bëhet para shfaqjes. Çysh është me punu aty? Dorën zemër, procesi është shumë i mirë, realisht. Po ka shumë sfida, hen me një energji shumë të madhe, di që provat e para fillojnë me një super energji, do më thonë që kena me bo një gjendje fantastike, kena me zbuluin e nëzit, ma ndej është një fazë e provave ka jave e tret, ku bjen pak ritmi, për shkak se aty edhe fillon krijimi i karaktereve, i personazheve të aktorve. Ka momentet e saktume kur ka sfida, por sfidat janë gjithmonë për brenda procesit. Do më thonë, asnjëherë nuk ka probleme që mund sjellin ekipa me diçka personale të tyre. Gjithmonë keqkuptimet, nëse mund të quaj këtë rast kësaj, ndodhin për shkak që luftojnë për me nxjerr më të mirën që me ju prezantu publikut. Është një punë shumë e lodhshme, dorën zemër. Mu bo gjitha ajo punë realisht pela minimumi 2 muaj ditë prova vynë për me dalë një shfaqje tillë para publikut. Dhe në fund publiku kur vjen është shfaqje nuk i din ato prapa skena çfarë ka ndodhur realisht ose çfarë ka hequr teatri deri aty që ta sjell premierën, por gjitha harrohen kur shfaqja del para publikut dhe në fund duart trukitet dhe mirëpritet nga publiku, të gjitha ato sfida deri në momentin e premierës harrohen realisht. Unë një ditë e kisha një diskutim bashkë me një mysafire të cilin e kishim këtu në studio, e cila i përkiste fushës të artit, më konkretisht ishte aktore, edhe pyetja jem ke sa ndështa ju bjen shpesh me dal jashta skenarit, jashta regjis, janë disa momente që ndështa na ndodhin edhe neve në televizion, janë transmetime live edhe mundet diçka me ndodh që ti ndështa e anashkalon ato se çka shkruhet në skenar dhe bën krejtësisht diçka tjetër, po shpresoj shumë më ka ndodhur dhe mu që në shtatë të njëjtën shfaqje me pa 2 herë. Janë konë disa ndryshime të vogla të shfaqjes, e shumë po më intereson ndështa nëse ti je regjisore që asaj shfaqje, sa ndështa të nervozon, po thëmë toj zakshtu, nëse rasesh ndrën diçka jashta asaj se çka ti mendon. Kur bëhet me një qëllim të mirë për me ofru publiku në afër vetës aktori, është e tolerueshme, po kur bëhet me qëllime të caktuara, po, që dojnë me ndru ose dojnë me liru pak personazhin e vet nga ajo se çka është punu më herët, atëherë unë jam shumë strikte në këtë drejtim. Po dhe e menoj që atë isha ka dikush që nështë ka ardhur bashkë për qatë moment. E vërtet. Për një moment specifik, bashkë qaj ndrohet. Ka shumë raste, ka dhe në teatrin tonë, do më thonë aktorët kur luajnë premiera, nëse vjen një sheh ka reprizë 3-4, aty këtë televizën disa sena, po kupton. Po gjithmonë janë gjëra të bukura, shfaqja zhvillohet realisht, shfaqja nuk përfundon me premierë, shfaqja fillon me premierë, dhe kjo është e mira e kësaj pune, do më thonë që aktorët në vazhdimsi gjatë reprizave e bajnë rolin sa më të mirë, sa më të pranueshëm përpara publikut, normal e zhvillojnë, ndoshta ata e shohin të nevojshme në vende të caktuara që të ikin edhe pjesës së skenarit, po megjithatë qëndrojnë për brenda konceptit regjisorial. Domethënë nuk është se ikun shumë. Ka njerë me qenë ai komedi kështu e lezetshme, është se e lshojnë pak dorën zemër nder edhe bojnë hajgare, po jo, përgjithësi qëndrojnë për brenda konceptit. Domethënë nuk është që e anashkalojnë. Hajde më flasim pak edhe për shfaqjet e tua. Tango, Ushtarit i luftrave janë disa prej tyre. Tregom çka do të thonë për ty këtë shfaqje? Fakt kanë qenë në një periudhë shumë të mirë, ka disa vite nga momenti që kam marrë detyrën në Budujev që nuk kam punuar shfaqje për fëmijë. Ushtari i dy luftrave ka qenë një shfaqje jashtëzakonisht që e kam përjetuar shumë mirë, për shkak se motrën aty e kam pasur dramaturge, domethënë, ka qenë bashkëpunimi me të si motër dhe si dramaturge. Ka qenë një shfaqje shumë e mirë që është punuar me aktorin dhe producentin Avnia Bazin, këtë rast me burrin e motrës dhe me aktoren Shoqëria e Buçaj. Ndërsa tango ka qenë një përjetim i mirë për shkak se kam punuar në teatrin e Tetovës realisht.
ka qenë një periudhë kur unë vetë sa përfundova studimet dhe e kisha një lloj lirie regjisoriale që dalë dhe të punoj jashtë Kosovës. Ka qenë një proces shumë i mirë aty që kam punuar 2 muaj e gjysmë nëse nuk gaboj në atë periudhë kohore. Ka qenë një mikpritje shumë e mirë nga teatri të Tovës. Mandej u ktheva prap në Kosovë, fillova me një shfaqje tjetër, punova për fëmijë, ishte Teo Qeni Rrugës, ku mandej bas ati procesi mora detyrën në poduje si drejtoreshe kulturës dhe tash po funksionoj si drejtoreshe teatrit. Unë uroj shumë që me pas sa ma shumë suksese në këtë rrugtim, uroj shumë që, në fakt më botë shumë qefi për këtë përmirësim të kësaj gjendje në teatr, jam shumë i sigur që kja ka ndodhë si shka si punës madhe të cilin e ki bo. Faleminderit shumë që ke qenë sot moment, në që shumë e madhe dhe uroj shumë që kemi mu pa prapë. Faleminderit shumë për ftesën. Dashur shikues, po shputimi vetëm